Po ta shohim skemën e këtij viti, viti 2026. Sigurisht duket të jetë skema me financim më të madh, 5.2 miliard lek, ajo viti 2025 ka qenë total 5.1 miliard, po duke shtuar dhe 2 herë aktet normative gjatë vitit 2025, ka shkuar në 5.1 miliard. Unë shpresoj që edhe kjo shumë e vënë dispozicion për vitin 2026 është 5.2 në fillim të vitit. Shpresoj që të ketë akte normative që të shtojnë në fakt që deri në fund 2026 ta kemi më të madhe. Unë do dalëshe pak tek ato që përmendi zoti Guri, tek 3 momentet që janë planifikuar në të skemë për sa i përket mbështetjes me investime. Shkurt do t'i prek në fakt këto 3 momente. Fakti që është parashikuar në fakt mbështetja e blegtorisë, sidomos të imtave, është një risi dhe shumë interesante. Unë shikoj VKM dhe shoh që është 3 milion lek për subjekt për përmirësimin e kushteve, ndërtimin e stallave për të imta. Shumë rëndësishme sepse ne të gjithë jemi koshient që në 10-15 vitet e fundit kemi një rënje të numrit të krerëve të imta dhe kemi problem rënje në numrit të krerëve. Dhe kjo mbështetje unë shpresoj që të japi efektin e duhur në rritjen e numrit të krerëve që mbarështohen në zonat e përshtatme. Dhe momenti tjetër që ka të bëjmë me mbështetjen e fermerëve mekanik të lehtë do të quajmë bujqësore. Ne kemi pjesë më të madhe të fermave tona të mesme, të cilat prodhojnë për veten e tyre, natyrisht dhe dalin pak në treg. Dhe çka është më rëndësishme për këto ferma është kosto e madhe e krahut të punës për procese jo shumë intensive bujqësore. Dhe zvendësimi i krahut të punës për shembull me një frezë të lehtë që punon tokun apo një pajisje që vjel produktin, vjel ullirin për shembull, një pajisje apo një mekanik tjetër bujqësore që ndihmon apo zvendëson krahun e punës, i ndihmon shumë në fakt fermerët e vegjël dhe të mesëm, të cilët prodhojnë përgjithsisht për vete, po dalin disi edhe në treg.